Mirë, më shumë detaje do të na jap Gjorgjina Deda, drejtuesja e Scanintel. Gjorgjina, mirë se erdhe. Ada, përshëndetje, mirë se u gjej. Si ka nisur ky vit sa i takon ekonomisë, Gjorgjina, cilat janë të dhënat për tremujorin e parë të 2025-s, duke qenë se pa mjecuri të mirë, le themi, për vitin që lan pas, me një rritje ekonomike në 4.05%, edhe që ku ndikimin më të madh e ka pasur administrata publike. Ekonomia vijon të zgjerohet, Ada, pa shka tani më me terma më të moderuar. Edhe në qoftë se flasim për në baza vjetore, pra në qoftë se referohemi të dhënave finale dhe gjysmë finale të publikuara ditën e sotme nga Instat, por edhe në qoftë se flasim me baza tremujore. Në tremujorin e parë të vitit ekonomia, ne e dëgjuam edhe në materialin që parapriu pra intervistën tonë, e ka nisur me këmbë të mbar, rritja ekonomike vlerësohet në 3.39 nga 3.63 në tremujorin e 4 të vitit kaluar dhe shohim që rritja ekziston, megjithatë tani më në terma më të moderuar. Nga ana tjetër, ju e përmendët që rritjen më të madhe e ka patur udhëheqjen, pra dhe ndikimin më të madh e ka patur administrata, megjithatë ne kemi përmendur shpesh herë edhe në studio që edhe turizmi ndër të tjera, ku përfshihet pra tregtia, akomodimi dhe shërbimi ushqimor, gjithashtu kanë pasur një ndikim goxha të rëndësishëm, edhe nëse flasim në terma vjetor, pra sa i përket të dhënave për vitin 2024, shohim që sërish është ky grup që ka patur ndikimin më të madh dhe nga ana tjetër edhe rritjen vjetore më të madhe. Qoftë si referohemi zërave, pra duke i dhënë vëmendje secilit prej tyre, shohim që bujqësia, pyetje dhe peshkimi dhe industria gjithsej, nga ana tjetër dhe informacioni dhe komunikacioni janë ato zëra të cilët kanë dhënë një kontribut negativ dhe gjithashtu edhe kanë rënë nëse i referohemi ndryshimit vjetor për tremujorin e parë, por gjithashtu edhe për vitin 2024. Unë dua të theksoj, Ada, që disa ditë më parë Scanintel erdhi me një analizë sa i përket sektorit të bujqësisë, e kemi prekur shpesh sektorin e bujqësisë, edhe sa i përket treguesit të kreditimit. Ajo çka shihet qartë është që blegtoria dhe bujqësia në dy publikimet e fundit nuk është se kanë patur pra një performancë të mirë dhe në rritje. Sidomos qoftë si referohemi blegtorisë, ku të gjitha zërat e analizuara nga publikimi i fundit i Instat ka patur, pra është regjistruar një rënje edhe të prodhimit të tyre, duke nxitur kështu nevojën edhe për një rritje historike dhe rekord të importit nga ana tjetër. Dhe vim pra në një pikë ku bujqësinë e gjejmë gjithmonë në fund të listës, edhe në këtë rast sa i përket rritjes ekonomike, por gjithashtu edhe sa i përket treguesit pagave, apo një tregues tjetër i publikuar së fundmi nga Instat, i cili është dhe papunësia në këtë sektor, që po ashtu pra kemi një ndikim negativ. Vim të ndërtimi, vim të administrata publike, Ada, dhe taksat që kanë ndikimin më të lartë në rritjen ekonomike, ku përkatësisht qoftë se shohim administratën publike, e cila është ajo që i ka dhënë dhe ritmin më të madh rritjes ekonomike, pra i ka dhënë një shtyrës goxha të lartë, edhe nëse referohemi të dhënave për vitin 2024, në këtë rast, sa i përket tremujorit të parë të vitit, ndikimi ka qenë në 2.24 pikë përqindje. Nga ana tjetër, ndërtimi po ashtu me 0.16 pikë përqindje dhe tregtia, transporti, akomodimi, ku përfshihet dhe shërbimi ushqimor, vlerësohet me një ndikim prej 0.33 pikë përqindje, një ndikim pozitiv që ka çuar përpara kështu rritjen ekonomike sa i përket fillimit të këtij viti. Nga ana tjetër, Ada, do të shohim ato që unë theksova, të dhënat që janë bërë publike finale dhe gjysmë finale, finale për vitin 2023 dhe gjysmë finale për vitin 2024 nga Instituti Statistikave, ku shohim që prodhimi i brendshëm bruto në Shqipëri për vitin që lan pas është vlerësuar në 2.51 trilion lek nga 2.23 trilion lek që ishte në vitin 2023, duke reflektuar kështu atë zgjerimin që ne përmendëm më herët të ekonomisë shqiptare, që ka shkuar dhe konform në fakt parashikimeve të institucioneve më të mëdha të cilët bëjnë parashikime dhe projeksione për rritjen ekonomike jo vetëm të Shqipërisë, por edhe vendeve të rajonit. Është rritur me 4.05% siç u theksuat dhe më herët nga 4.03% që ishte një vit më parë. Pra, reflektohet këtu ajo që unë ceka dhe më herët, kjo rritja më e ullët. Pra, nga ana tjetër, shohim që ajo që ka është e rëndësishme, Ada, është struktura. Pra, a vazhdojnë brendshëm bruto sa i takon vitit 2024. Ecuria për gjatë një viti. A vazhdojnë pra t'jenë po ato zëra në peshën e tyre, në grafikun e fundit do të flasim edhe për ndryshimin, pra cilat janë ato tre aktivitete që kanë humbur më shumë peshë pra në strukturën e përgjithshme të prodhimit të brendshëm bruto, megjithatë le të ndalemi në këtë grafik. Siç u paraprin nga fakti që kishin patur rritjen më të madhe apo ndikimin më të madh, sigurisht që është e pritshme që tregtia, transporti, akomodimi të kenë
ndër peshën më të lartë me 19%, pra siç u përmend edhe në materialin e mëparshëm kanë dhe peshën më të madhe pra shërbimet, dhe shohim që ka një peshë prej 19%, ndiqet nga bujqësia, pyet dhe peshkimi 15.5%, pa çka se do të shohim më vonë që kjo peshë ka qenë në rënje. Nga ana tjetër kemi ndërtimin me 11.9% që shpesh herë në bazë të 3 mujorëve kur kemi analizuar treguesi ka qenë dhe lokomotiva e udhëheqjes së rritjes ekonomike pra në vend bashkë me turizmin, ndërkohë nga ana tjetër kemi administratën publike, arsimin dhe shëndetësinë, që ka tani më një peshë për 11.6%. Dhe janë zërat e tjera aktivitete profesionale me 7.3% dhe për efekt vizualizimit të dhënave, pra ka një peshë më të ulët dhe nuk shfaqen në grafik. Megjithatë, le të shohim cilët janë në grafikun e fundit tre aktivitetet që kanë patur pra një humbje të terrenit sa i përket peshës dhe strukturës prodhimit të brendshëm bruto dhe ato aktivitete. Krahasuar kjo me çfarë periudhe, Gjorgjina, me periudhat e mëparshme? Krahasuar me vitin 2023. Ka sigurisht Scanintel do të vijë edhe më vonë me një analizë të përgjithshme në harkun kohor të një dekade si ka ndryshuar kjo peshë, megjithatë në harkun e një viti le të shohim si ka qenë ndryshimet që janë absolutisht të dukshme. Aktivitetet që humbën peshë, siç e theksova, kanë qenë bujqësia, industria dhe informacioni dhe komunikacioni. Pra kanë një peshë më të ulët në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2024 krahasuar me vitin 2023. Pra janë edhe ato aktivitete që kishin patur dhe rënien reale më të madhe. Nga ana tjetër, aktivitetet ata që kanë fituar peshë janë tregtia, transporti dhe akomodimi, sigurisht turizmi. To lidhen me turizmin? Me turizmin e përmbledhur kështu në një fjalë, dhe nga ana tjetër administrata publike që ka patur dhe kontributin më të madh dhe ndërtimi, po ashtu janë pra këto tre degët kryesore të ekonomisë që kanë shtyrë përpara, le të themi, në terma të përgjithshëm edhe rritjen ekonomike. Ada. E qartë. Mirë, Gjorgjina, falenderoj për gjitha këto detaje të përcjellë në studio.